Pianoja në stacion. Çdo pasdite, në stacionin e vjetër të trenit, qëndronte një piano e drundë, paksa e gërvishtur nga koha. Askush nuk e dinte kush e kishte sjell, por një shenjë e vogël mbi të lexonte. Luaj nëse ke ndjenja. Njerëzit kalonin me nxitim, por rrallë ndonjë ndalej. Deri një ditë, kur një djalë i ri me flokë të çrregull dhe sy të lodhur, u ul dhe filloi të luajë një melodi të thjeshtë, por plot shpirt. Tingujt mbushën ajrin dhe për herë të parë pas shumë kohësh, stacioni heshti. Njerëzit ndaluan, dikush buzëqeshi, dikush fshiu një lodh. Edhe roja i vjetër i trenit uli gazetën dhe dëgjoi. Djali vinte çdo ditë dhe luante pa thënë asgjë. Kur një vajzë e vogël me violinë ju afrua dhe filloi të luante bashkë me të, gjithçka u kthye në një koncert të papritur, të bukur dhe të gjallë. Pas disa muajsh, stacioni u rinovua, por pianoja mbeti aty me një shënim të ri. Këtu nis muzika që na bashkon. Djali dhe vajza filluan të luanin në qytete të ndryshme, por gjithmonë ktheheshin te stacioni ku gjithçka kishte filluar me një piano që priste një shpirt të ndjeshëm.